Vrasja e Pullumetës, të hetohet bashkëshortja, gazetarja zbar detajet e bujshme, nuk është arsye pronës që çoi në këtë vrasje. Gazetarja Klodiana Lala, e ftuar në një emision televiziv, ka komentuar vrasjen e Pullumetës nga fëmijët e tij. Ajo theksoi se për këtë vrasje të rënd duhet të hetohet bashkëshortja e Pullumetës, Blerina. Më tej, gazetarja shtoi se janë hedhur disa hipoteza se pse mund të ketë ndodhur vrasja, por nënvizoi se motivi mund të jetë i fortë të errët. Unë mendoj se prokurorët e kanë të qartë ngjarjen. Ata mendojnë se Hysen Meta e ka vrarë babain e tij Pullumbin. Hygerta Meta ka dështuar që të tregojë se si e ka kryer vrasjen. Hetuesit prandaj mendojnë se është vëllai i madh që ka kryer krimin. Hygerta Meta nuk ja ka dalë me sukses eksperimentit hetimor, prandaj hetuesit e kuptuan se Hygerta e gënjeu. Personalisht, ngjarja më ka shokuar për ftohtësinë. Unë mendoj se motivet janë shumë të forta dhe të errta. Ata, nëna dhe fëmijët, kanë bërë një betim që të mos ta thonë të vërtetën. Mendoj se nuk është arsye pronës që çoi në këtë vrasje. Unë shikoj si përgjegjëse nënën. Prokuroria duhet të hetojë rolin e Blerina Metës. Unë jam askush ta fajsoj Blerina Metën, por mendoj se ajo duhet hetuar që të kuptohet e vërteta, është shprehur gazetarja.